1 shtatori 2018 është një ditë që Krista Boland do ta mbajë mend për gjithë jetën e saj. Pas një serie tragjedish dhe pengesash, ajo më në fund po martohej me partnerin e saj, Jeremy Barasa. Megjithatë, pikërisht kur dukej se gjithçka ishte në kontroll dhe dita e dasmës ishte një sukses, Jeremy papritur u largua dhe la gruan e tij të qëndronte aty me fustanin e saj të dasmës pa të. Pasi tha po, ky burr papritur la ditën e tij të dasmës me gruan e tij që qëndronte aty. Para se të fillojmë, siguroni të shtypni butonin pëlqej, të regjistroni në kanalin ton dhe të klikoni zilën e njoftimeve për më shumë video të manitshme. Banorët e Cottage Grove, Minnesota, Jeremy Barasa dhe Krista Boland kanë krijuar një trashëgimi të madhe së bashku. Për gati 15 vjet, të dy kanë qenë të pandar. Ata patën djalin e tyre të parë së bashku në vitin 2009 dhe një djalë të dytë disa vite më vonë. Të dy ishin me fat që gjetën shpirtin e tyre binjak kaq herë në jetë. Ishte mjaft e qartë për çdo që e njinte se do të ishin bashkë për një kohë të gjatë. Megjithatë, diçka ende mungonte në marrëdhënien e tyre. Ndërsa ata kishin arritur çdo moment të rëndësishëm të marrëdhënies gjatë rrugës, kishte diçka që gjithmonë nuk ishte shpëtuar. Pavarësisht viteve të lumturisë së bashku dhe përvojës forcuese të rritjes së një familje, Jeremy ende nuk kishte rënë në gjunjë për t'i bërë pyetjen e madhe Kristisë. Megjithatë, ndoshta mundësia e martesës ishte dytësore për çiftin. Kur nuk ishin duke rritur 2 fëmijë, ata ishin jashtë duke jetuar jetën e tyre. Krista shpesh përfshihen në komunitet dhe dilte me miqt, ndërsa Jeremy punonte si përpunues i kredive hipotekore dhe synonte të çonte punën e tij si DJ në lartësi të reja. Ndërsa jeta duke si një shtrat me trëndafila për çiftin, diçka do të ndodhte së shpejti që do ta linte Kristën plotësisht të tronditur. Fatkeqësia goditi familjen në një skenar makthi. Krista mësoi se mbesa dhe nipi i saj kishin vdekur tragjikisht në një zjarr. Sikur të mos mjaftonte kjo për të thelluar plagën, kjo nuk do të ishte hera e fundit që zjarri do të godiste familjen e saj. Jo shumë kohë pas tragjedisë së parë, një incident tjetër tronditi familjen. Motra e Kristës humbi shtëpinë e saj në një zjarr tjetër të tmerrshëm. Ndikimi në të gjithë familjen ishte i menjëhershëm dhe i jashtëzakonshëm. Jo vetëm Krista u prek thellë nga këto incidente, por dhe i dashuri i saj Jeremy. Ndërsa i mendonte për këto ngjarje, vendosi se duhet të përgjigjej në mënyrën e tij. Duke qenë një partner mbështetës, Jeremy vendosi të aplikonte për të bërë zjarrfikës me kohë të pjesshme. Është pothuajse sigurt që Krista duhet të ketë pasur disa rezerva për këtë ndryshim trajtimi, veçanërisht duke pasur parasysh se Jeremy tashmë ishte një përpunues i suksesshëm i kredive hipotekore. Megjithatë, ky hap ishte një vendim prekës. Jeremy, një burr i arteve dhe hipotekave, donte të kalonte pjesën tjetër të jetës së tij duke u përpjekur të ndihmonte ata që ishin prekur nga e njëjta gjë që i shkaktoi gruas së tij kaq shumë traumë dhe dhimbje. Ai menjëherë filloi të ndiqte kurset e trajnimit dhe fati e deshi që pikërisht në këtë kohë Krista të përballej me një surprizë tjetër. Në vitin 2018, guri më në fund u kthye. Jeremy ra në gjunjë dhe i kërkoi Kristës të martohej me të. Natyrisht, ajo ishte më se e lumtur të pranonte. Trishtimi nga ngjarjet e fundit filloi të shkrihej dhe jeta papritur solli një ndjenjë të re të entuziazmit. Krista tani po kalonte ditët e saj duke kërkuar fustanin e përsosur, duke kërkuar vendin më të mirë në qytet dhe duke shqyrtuar çdo detaj të minutës së planifikimit që i nevojite një nuseje të ardhshme. Ndërsa gjithçka dukej se po shkonte sipas planit, diçka do të ndodhte që do të përmbyste ëndrrën e saj të dasmës dhe do ta linte atë të ndjejë dëshpëruar. Shumë njerëz ndërrojnë për dasmën e tyre që nga koha kur janë fëmijë. Ajo që ata zakonisht imagjinojnë është një vend i shkëlqyeshëm, i mbushur plot me miq dhe familjar dhe tabaka pas tabakaje me ushqime të manitshme që do të diskutohen për vite me radhë. Megjithatë, jeta reale ndonjëherë i copëton fantazitë tona më të gëzueshme. Krista e zbuloi këtë në mënyrën e vështirë, kur vendi që ajo kishte prenotuar e telefonoi dhe anuloi vetëm disa ditë para dasmës. Paniku filloi. Tani dasma e saj e përsosur qëndronte si asgjë më shumë se një ëndër e thyer. Megjithatë, jo çdo shpresë ishte humbur. Krista dhe Jeremy do të bashkonin mendjet dhe do të gjenin alternativën e përsosur. Kur plani i tyre ëndrave për dasmën duke pothuajse i shkatëruar, Krista erdhi me idenë për të mbajtur dasmën në vendin e punës së Jeremyt. Në fillim Jeremy nuk e dinte nëse kjo ishte e mundur, por ai do të zbulonte më vonë.
Kontaktoi shefin e tij dhe e pyeti nëse kjo ishte një mundësi. Për fat të mirë, kapiteni i stacionit të zjarfikësve nuk kishte asnjë problem me planin dhe u dha leje. Kështu vendos, çifti më në fund do të mund të lidhte nyjen dhe do të bëni këtë në stacionin e zjarfikësve të St. Paul Park. Ndërsa nuk do të zhvillojë në vendin romantik që Krista kishte shpresuar, në koncept ajo ende premtonte të ishte mjaft e paharrueshme. Megjithatë, Krista kishte një shqetësim rreth kësaj ideje. Zjarfikja është një profesion që kërkon disiplinë dhe përkushtim të madh. Kur dikush betohet të bëhet zjarfikës, ata marrin një betim për të luftuar zjarret kurdo dhe si të mundet. Gjatë emergjencave shumë të rënda, zjarfikësit madje mund të transferohen ndonjëherë në pjesë të tjera të botës. Kjo ngriti një pyetje të frikshme në mendjen e Kristës. Çfarë do të ndodhte nëse do të kishte një zjarr gjatë astmës? Gjatë një interviste, ajo deklaroi si më poshtë: "Ne folëm për këtë, po sikur të ketë një thirrje. Unë i thash, ti mund t'i lësh djemtë e tjerë të shkojnë, por ti nuk do të largohesh nga dasma jon." Megjithatë, cilat ishin shanset reale që një emergjencë të shpërthente gjatë dasmës së tyre? Krista dhe Jeremy arritën në një marrëveshje. Krista nuk donte të linte asgjë të prishte ditën e saj. Mjaft kishte ndodhur. Kështu që në rast se do të kishte një zjarr ndërsa ata po thoshin betimet, u ra dakord që punën do ta linin te zjarfikësit e tjerë. Nuk duke si shumë për të kërkuar në një ditë kaq të veçantë. Shanset ishin mjaft të ulta që një zjarr të përfshinte një bllok të tërë, vetëm sepse mungonte një burr. Pa vonesë, data e dasmës së tyre u afrua. Jeremy dhe Krista e gjetën veten duke u veshur për një ditë, kujtimet e së cilës do të jetonin me ta për pjesën tjetër të jetës së tyre. Pak e dinte Krista se do të përfundonte shumë ndryshe nga sa kishte planifikuar. Ndërsa dita arriti për Jeremy dhe Kristen, gjithçka duket e ishte në rregull, madje qetë. Ceremonia ishte një sukses i madh dhe asnjë telefonat nuk ishte bërë në stacionin e zjarfikësve për zjarre që duhej shuar deri atëherë. Pastaj, ata filluan të bënin fotot e dasmës. Pikërisht atëherë mathi i Kristës u bë realitet. Alarmi i zjarrit ra në të gjithë stacionin dhe menjëherë romantizmi ditës u zbe. Zjarfikësit filluan të përgatiteshin shpejt për të hyrë në betejë, por siç ishte rënë dakord, Jeremy nuk ju bashkua. Kostumi i zjarfikësit mbeti varur në dollap me helmetën e tij të paprekur. Krista shikoi burrin e saj dhe siguroi që ai të qëndronte në vend dhe të respektonte marrëveshjen. Megjithatë, diçka do të ndodhte që do të bënte Krista të ndryshonte mendje. Krista filloi të kuptonte shpejt se edhe pse ishte dita e saj e dasmës, jeta nuk ishte të bënte të gjitha me të, dhe kishte njerëz atje jashtë që kishin nevojë për ndihmë. Gjatë një interviste me People, Krista tha: "Në fillim e shekova atë si ti thoja jo, as mos e mendo, dhe ai nuk po e mendonte. Por pastaj po bënim disa foto të tjera dhe unë mund të dëgjoja sa i keq ishte zjarri. Ishte qyteti pranesh që kishte nevojë për ndihmë, kështu që kishte një thirrje të përgjithshme kur kërkoheshin njerëz shtesë. Dita e qetë papritur mbush me tension dhe Krista e dinte çfarë duhet të bënte. Nuk ishte dyshimi që Jeremy donte të qëndronte besnik ndaj gruas së tij dhe të mos ikte gjatë bërjes së fotove të dasmës, por ai gjithashtu donte të përmbushte detyrën e tij si zjarfikës. Ai kishte për një betim. Konflikti i brendshëm ishte i dukshëm dhe Krista e pa atë të hutuar. Ajo tha gjatë një interviste: "Unë thjesht shikova Jeremy dhe mund ta shija në sytë e tij. Ai ndihej kaq i ndarë dhe unë i thash: Shko i dashur, ata kanë nevojë për ty." Por edhe nëse ajo më në fund ndihej përgatitur ta linte të shkonte, a u trondit Krista që burri sa zgjodhi të luftonte zjarret në vend që të festonte ditën e tij të dasmës? Krista nuk u befasua as pak nga veprimet e burrit të saj. Ishte një dilemë e vështirë dhe ndërsa shumë do të zgjidhnin martesën në vend të luftimit të një zjarri, Jeremy është pak ndryshe. Krista tha: "Jeremy është super i përkushtuar, kështu që ai gjithmonë shkon në çdo thirrje që mundet." Ajo shtoi: "Ai gjithashtu punon si përpunues i kredive hipotekore, kështu që e bën atë me kohë të plotë, por ka raste kur ai largohet dhe shkon në një zjarr ose një thirrje. Kjo ndodh të paktën disa herë në muaj." Ajo gjithashtu tha për burrin e saj: "Jeremy me të vërtetë është i maniqëm dhe kjo është arsyeja pse u martova me të. Ai do të bënte çdo gjë për këdo, me të vërtetë do ta bënte. Me këtë, dikush duhet të pyes veten se çfarë ndodhi me dasmën në fund." Pas disa orësh, zjarri u shua me sukses. Jeremy dhe Krista u ribashkuan dhe dasma vazhdoi siç duhej. Ndërsa shumë mund të mendoni se Krista mund të ishte pak e zhgënjur nga ndërprerja, ajo në fakt nuk ishte. Ajo tha:
Unë kam pjesën tjetër të jetës sime me të. Ata kishin nevojë për të në atë momente. Sakrifica e Kristës nuk kaloi as pak pa u vënë nga bashkëshorti i saj i ri, Jeremy. Ai tha, kjo thjesht vuri qershin tort për të ditur se ajo është aty për pjesën tjetër të jetës sime. Ndërsa gjithçka filloi si një histori personale për të ndarë me miq dhe familjen, ata shpejt do të zbulonin se kishin shkaktuar një zhurmë të madhe. Dita e pazakonte dasmës së Kristës dhe Jeremyt nuk dukej si diçka që do të prekte të huajt në të gjithë botën, por përfundimisht filloi të fitonte vëmendje. Disa postime në mediat sociale bën që shumë romantik të pashpresë të skuqeshin dhe ata nuk mund të mos e përcjellnin historinë e jashtëzakonshme. Përfundimisht, mediat kryesore e morën në dorë historinë. Krista dhe Jeremy do të shihnin çmenduritë e dasmës së tyre të mbuluar nga emra të mëdhenj si Inside Edition dhe Good Morning America. Ndërsa disa treguan pa kënaqësi për zgjedhjen e Jeremyt për të lënë gruan e tij pas në ditën e tyre të dasmës, duhet të theksohet se ai bëri diçka shumë të admirueshme, duke marrë kohë nga dita e tij më e mirë për të ndihmuar dikë që po përjetonte më të keqen e tij.